Situata nga moti i keq mbetet problematike në vendin tonë. Qarqet më të rrezikuara nga përmbytjet janë Durrësi, Vlora, Fieri, Berati dhe Lezhë. Në Durrës është shënuar edhe viktima e parë nga përmbytjet. 54 vjeçari në Durrës ka humbur jetën pasi është marrë nga rrjedha e ujit. Trupi i pajetë është gjetur nga polumbarët e Reneas. Viktima është shtetasi Astrid Hysenaj, 54 vjeç, i cili mësohet se ishte punonjës i ndërmarrjes komunale dhe kishte shkuar për të bërë verifikime. Lumi erzen ka dalë nga shtrati, duke përmbytur 10 hektar tokë dhe duke banesat në fshatin Katundiri. Në të gjithë qarkun, numri i personave të evakuar deri më tani raportohet të jetë 350 dhe 800 banesa kanë prezencë të ujit. 250 persona janë të strehuar në shtëpinë e pushimit të forcave të armatosura në Durrës dhe 55 persona janë strehuar në Kovalishenzën e Ministrisë së Brendshme. Në Shija ka prani ujë në 15 banesa, situatë problematike veçanërisht në njësitë administrative Qafzota, Maminas dhe Gjepalaj. Lumi Vjosa ka dalë nga shtrati në zonën e Urës së Mifolit dhe ka arritur në nivelin 8 metra mbi nivelin e detit. Në Novosel ka nisur evakuimi i banorëve dhe 2 familjet e para janë larguar me gomone. Policia largoi tregtarët nga ura e Mifolit, raportohen për 100 hektar tokë bujqësore të përmbytur në 14 banesa në ujë. Prurjet e shumta ka patur edhe në Memaliaj, ku niveli ka shkuar në 7.5 metër. Në Vlorë janë ndaluar dhe lundrimi i peshkarexhave. Dalja e lumit Vjosa ka rrezikuar fshatin Ferras në Fier, ku ka shkaktuar përmbytjen e 200 hektar tokë bujqësore dhe 27 banesa në ujë. Në Lushnjë në Divjak 280 hektar tokë janë në ujë pas daljes nga shtrati i lumit Seman. Si pasojë e çarjes së argjinaturës së lumit Droje, ka vërshime uji në 2 fshatra të Krujës, Dukaçiniri dhe Miliska. Në fshatin Miliska, uji ka hyrë në banesa ku janë prekur 50 familje. Në Shija ka prani uji në 15 banesa. Rreshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar situatë kritike edhe në qarkun e Beratit, duke sjellë përmbytje dhe dëme të shumta, veçanërisht në bashkinë Dimal dhe Kuçov. Në Dimal, uji ka depërtuar në 15 banesa në lagjen Dafina dhe Guri i Bardh, si dhe në ambientet e shkollës Muhamer Janina. Ndërkohë, në fshatin Çiflik raportohet për sipërfaqe të mëdha tokash bujqësore në ujë. Deri më tani autoritetet kanë evakuuar 6 familje që ndodheshin në rrezik, ndërsa në operacionet e shpëtimit janë angazhuar edhe forcat armatosura. Situata mbetet shqetësuese edhe në Kuçov, ku lumi Osum ka dalë nga shtrati në fshatin Tapi, duke mbuluar tokat përreth. Rreth 3000 hektar tokë bujqësore janë në ujë në Lezhë. Është bërë evakuimi i 2 familjeve, rreth 100 banesa janë të rrethuara nga uji. Rritja e nivelit të ujit në fshatin në Bot me rreth 60 cm ujë mbi rrugën kryesore, qarkullimi bëhet vetëm me mjetet e tonazhit të rënd. 15 banesa të rrethuara nga uji në Vallën e Dejës. Në disa fshatra të Malësisë së Madhe ka rrugë të bllokuara dhe prezencë uji. Në bashkinë Fusharrës janë evidentuar shkarje dherash dhe rënje gurësh, prezencë e shtuar e ujit në rrugën autorurale që ka shkaktuar dëmtime. Një sipërfaqe e madhe e tokave bujqësore është përmbytur përsëri në zonën e Maliqit për shkak të çarjes së argjinaturës në një segment në lumin Devoll. Deri më tani nuk evidentohet një bilanc i sipërfaqes së mbytur, ndërkaq lumi Dunavec ka arritur maksimumin e nivelit të prurjeve, por ende nuk ka dalë nga shtrati.